Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në programin Studio e Hapur, nderuar teleshikues, unë jam Eni Vasili. Do ndalemi të flasim këtë martë për politikën, edhe pse gjithkund mbizotron futbolli, por për gjithë ata që do të gjejnë kohë të flasin për politikë edhe gjatë qershorit, ne do të jemi gjithmonë këtu, çdo të martë në orën 21. Sot do të flasim për politikën e re ose politikën e së ardhmes, të paktën pretendimi është ky. Herën e fundit që ka qenë në këtë studio, Gjergj Bojaxhi, një vit më parë, me nismën e tij për Tiranën, foli për një politikë alternative, për një politikë të re. Sot rikthehet përballë dy opinionistës dhe komentatorësh shtypit shqiptar me të njëjtin pretendim për një sfidë të re për Shqipërinë, për një sfidë të re për politikën. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, Gjergj Bojaxhi. Mirëmbrëma Eni. Faleminderit që je me mua. Është kënaqësi. Më duhet se është shpjegimi i parë mediatik që bën për sfidën tënde për Shqipërinë? Kam përshtypjen që po, por nuk është sfida ime, besoj është sfida jonë e të gjithë shqiptarëve. Pastaj do ta shpjegoj. Qartazi është sfida e një grupi të madh njerëzish që jemi organizuar për ta luftuar, për të luftuar për. Jemi këtu për të na shpjeguar gjithçka. Me mua është gjithashtu Alfred Lela, drejtori i Mapos. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua. Gronxher Markaj, pedagog studiues, opinionist. Mirëmbrëma, mirë se erdhët gjithë. Le ta fillojmë më një herë me batutat e parë, me një shpjegim të parë. Cilët jeni ju, 3 anëtarë që ju mbështesin, kryesia juaj, nga dolët si erdhët, çfarë është kjo sfidë, kë po sfidoni? E para njëherë ne jemi qytetarë të lirë, të thjeshtë, të cilët kemi vendosur që të angazhohemi së bashku në një projekt për të ndryshuar jetët tona dhe të bashkëqytetarëve tanë. Projekti ka lindur si pasojë e garës Tiranës. Në garën e Tiranës ne ishim një grup qytetarësh të cilët u lidhëm së bashku dhe vendosëm ta sfidonim klasën politike në një garë lokale. Dhe në bazë kësaj eksperience dhe përvoje kemi vendosur që ta vazhdojmë këtë projekt edhe më tej. Dhe ky projekt për zgjedhjet e 2017-s është quajtur Sfida për Shqipërinë. Kur thoni të ndryshojmë jetët e shqiptarëve, ç'do të thotë? Po të ndryshojmë padrejtësinë, korrupsionin, varfërinë që ne kemi, oportunitetet që shqiptarët sot nuk i kanë për të pasur një jetë më të mirë, për të vlerësuar ata njerëz që investojnë, bëhen profesionistë mirë dhe të zotë, për të rregulluar dhe për ta kthyer Shqipërinë në një vend normal që ne sot nuk e kemi. Domethënë ju prezantoni si antidoti politikës së sotme, kjo është ideja. Absolutisht, neve i kemi modelet ekzistuese, i kemi të paketuara në shumë ngjyra të ndryshme, pavarësisht se është i njëjti produkt dhe ne nuk e ndjejmë vetëm të përfaqësuar nga ky model ekzistues dhe kemi vendosur që të ndërtojmë vetë alternativën tonë për të ardhmen tonë dhe për të ardhmen e gjithë shqiptarëve. E shpjegoni diçka nga pikpamje teknike. Ju do funksiononi si një parti klasike, siç e mësuar të shohim ne sot, keni forume drejtuese, i keni zgjedhur ato, keni kryetar partie. Në ç'pikë është organizimi juaj sot për sot nga pikpamja praktike, burokratike? Po, unë do thoja që të paktën me modelin shqiptar, jo, ne nuk kemi një lëvizje apo një parti klasike, sepse në radhë parë ne kemi ndarë leadershipin e partisë, ata njerëz që administrojnë proceset e partisë, me ata njerëz që do të jenë përfaqësuesit tanë politik. Për shembull, në rastin tonë konkret, kryetari i partisë nuk do ketë drejt të jetë përfaqësues politik, nuk do jetë as kandidat për deputet, as për kryeministër, as për ministër, as për kryetar bashkie, as për këshill bashkiak. Domethënë, ne do bëjmë një ndarje brenda partisë, e cila nuk lejon kapjen e partisë nga një elitë, siç ndodh tipikisht në modelin shqiptar të partive politike. Në fakt, kjo jo vetëm në modelin shqiptar, pak a shumë kjo është ndoshta kapja jo, po fakti që kryetari i partisë prezantohet më parë si kryeministër është një model që njeh në Jo, është model europian, po shiko, atëherë çfarë kemi bërë ne? Ne kemi bërë kapja është diçka tjetër, është po, unë e kisha fjalën për kapjen, që thash ndodh tipikisht. Siç e kemi vënë re edhe nga një studim që është nxjerrë përpara disa javësh, nuk e di nga një institut që drejton, mos gaboj zoti Afrim Krasniqi. Ata të cilët bëhen kryetar partisë praktikisht ose vdesin brenda këtyre partive ose i mbajnë peng këto parti përjetësisht. Dhe kjo ka ndodhur dhe është eksperjenca jonë për këto 25 vite. Ajo që ne po themi është kjo. Në partitë të vogla ndoshta po, zotë Bojaxhi, po mund të thuhet që ky është rasti i partive të mëdha. Partitë të mëdha kanë ndryshuar. Rregulli që ju thonin se ekziston është deri diku, pranohet logjika e tij deri diku, po jo në ta zëm iku Nano, erdhi Rama. Përveç mbase rastit PS-s, i cili ka ndodhur një thyerje e drejt për drejt. Po doja ka patur edhe më shumë kryetarë, nëse i hym. Tani ne jemi të sinqertë, pushtetin në Partitë Demokratike ka qenë gjithmonë një individ dhe vazhdon të jetë. Megjithatë, ajo që ne po themi është kjo. Shqipëria ka probleme specifike, të cilat, kombinimi të cilave, nuk
ne nuk e kemi parë në vende të tjera, sepse në fund të ditës çfarë bën njerëzimi? Ne, besoj dhe çdo lloj kolektivi, grupim kolektiv njerëzish, studion dhe shikon raste të ngjashme që kanë ndodhur në botë nga eksperienca qoftë tona, qoftë të vendeve të tjera. Do kemi mundësi ta elaborojmë. Shkurt është pra në ndat postin e kryetarit dhe më pas si do funksiononi. Keni forume, keni të zgjedhura? Kemi një kryesi provizore e cila do ndërtoj këtë strukturë të re, sepse për momentin... Sa vetash është, sa antar... Kryesia përbëhet nga 18 veta. Sa antar keni deri tani? Po, antarësia, në antarë sot themelusin ata që kanë firmosur, janë 3500 qytetarë nga gjithë Shqipëria që kanë firmosur për themelimin e kësaj lëvizje. Dhe mbas regjistrimit gjykate, e cila ka një kod caktuar, një proces caktuar, fillon pastaj në mënyrë institucionale, organizimi, regjistrimi, votimi etj. etj. Një pyetje të fundit për t'ua kaluar mbas fjalën kolegëve. Si është pritur sipas jush deri tani nisma sfida juaj nga politika, qytetarët, cili është impakti i parë, ndjesia e parë që ju keni? Unë kam kontakt dhe komunikim vetëm me qytetarët, sepse nuk merrem me klasë politike drejt për drejt, por di që ka shumë qytetarë që mezi e presin dhe mirë presin këtë nisëm, ka dhe shumë qytetarë të cilët janë skeptik, dhe një nga sfidat tona më të mëdha është skepticizmi i qytetarëve shqiptarë, jo vetëm për sfidën si parti politike, po për ne si shoqëri që të ndryshojmë të ardhmen tonë. Dhe skepticizmi është diçka që ushqehet pikërisht nga këto parti politike, sepse në një vend ku ti prodhon vetëm varfëri dhe s'ke mundësi me diktaturë të hapur të kontrollosh popullatën, vetëm duke i dhënë akses për të hikur popullatës ose për t'i bërë skeptik dhe fatalist, janë dy mekanizmat më të kollajshme për të kontrolluar një popull të varfër dhe që varfërohet gjithmonë më shumë. Okej, ndërkohë që juftoj ta shkruani përgjigje, komente, pyetje për zotin Bojaxhit, ftuarit e mi në faqen tonë Facebook të Vasilis Studio e hapur, më kërkoj fjalën pak më parë kolegu Lela. Zoti Bojaxhit, cila është struktura, po themi piramida e partisë, kryetari, ka një kryetar, ka një sekretar të përgjithshëm, ka nën kryetar, ka sekretar të fushave të ndryshme, po të kemi parasysh strukturën klasike të një partie politike. Cila është kjo piramidë dhe cilët janë emrat që përfaqësojnë këtë piramidë? Atëherë, është antari, është klubi, që është njësia që bashkon disa antarë bashkë, është kuvendi kombëtar, është kryesia dhe është kryetari administrativ. Kjo është, le të themi, drejtimi administrativ i partisë. Ka vetëm një kryetar administrativ, nuk ka sekretar. Përveç kësaj janë përfaqësuesit politik që do nxjerrë lëvizja dhe këto votojnë me një antar një votë dhe nuk janë pjesë e këtij zinxhiri që unë sapo përshkruaj. Përfaqësuesi politik çfarë parashikon? Do jenë kandidatët për deputet, për kryetar bashkish apo për këshill bashkiak që ne do nxjerrim, apo për çdo lloj kandidature tjetër politike që nëse ndryshon kushtetuta dhe të bëhen dhe gara të tjera. Dhe si quhej kryetari i partisë tuaj? Ne kemi propozuar zotin Ektor Ruçin, fakt sot po nuk është zgjedhur ende. Sot mbledhet kryesia e partisë dhe uroj që të marrë votat e nevojshme për të zgjedhur. Sot bëhet votimi i parë. A ka kandidatura të tjera përveç zotit Ruçi? Ka dhe kandidatura të tjera, por ky ishte një person i cili duke që kishte një konsensus. Siç u thash, është kryesi provizore. Ju flisni si zëdhënës i kësaj partie apo si një lider moral i saj? Unë jam ftuar nga zonja Eni Vasili sot si antar themelus, si një nga 3500 antarë themelus që të flasë dhe t'japë zëri kryesor, ne juve ju njohim sot. Zëri kryesor, njohim personat e tjerë. S'par ju përgëzoj për... Ektor Ruçi, mund të thoni diçka për të shikuesit që nuk e njohin se kush është? Më fal. Zoti Ektor Ruçi është një pedagog i drejtësisë në Universitetin e New Yorkut për drejtën kushtetuese, është profesionist, është mesobur, i martuar, me fëmijë, është një qytetar i lirë, i pakapur, i papërfshirë në asnjë interes dhe një qytetar që si gjithë tjerët e ndjen veten që ka nevojë të kontribuojë dhe për të marrë pjesë në ndryshimin e Shqipërisë. Zoti Bojaxhi, i pakapur, po a mund të guxoj dhe të them duke kërkuar ndjesë zotit Uruçi se nuk e njoh edhe i panjohur. A nuk ka këtu një marzh rreziku se ta pranojmë që partitë politike janë organizma që funksionojnë edhe si PR, nuk e shmang dot këtë në shekullin e 21-t. Do e merrni ju përsipër imazhin e partisë, partia ka dhe tazëm unë shoh pas supeve tuaja në ngjyrë portokalli, sfida me një pikë çuditë dhe më pëlqen. E tillë është edhe imazhet e tjera ose nën imazhet. Emri kryetari, si duket, si flet, si i mban fjalimet, si i mban duart, a i takon njerëzit, a i njohi njerëzit e gjitha me radhë. Këto hynë tek ajo, po themi, brerorja e imazhit. Dhe kur thoni Ektor Ruçi, mund tjetë
nuk dua ta, nuk e njoh dhe kur nuk e njoh unë që jam në media, besoj se aq më pak e njohin ata që kanë interesa më të vakët politiko-intelektuale, po themi. Unë besoj që ne në radhë parë kemi nevojë të votojmë vlerat dhe jo individet e para. Padyshim këto vlera shpeshherë përfaqësohen me individ. Vlera që vijnë përmes njohjes, zotë Brezhio. Pa njohjen, vlerat nuk janë. Nuk po e kundërshtoj, por këtë vlerë prezantoni ju që jeni më i njohur i këtij grupi. Pyetja ime është kjo. Nëse neve do të ishim përfaqësuar sot nga figurat të cilat janë publike apo politike, atëherë ne nuk do kishim nevojë të ndërtonim një lëvizje të re dhe një alternativë të re. Fakti që ne e bëjmë këtë gjë është që ne nuk ndjehemi të përfaqësuar. Për sa i takon figurave, kjo është një lëvizje e hapur. Ky është një grup nismëtar i cili shumë shpejt duhet bërë votime të mirëfillta me një antar një vot. Domethënë, kur shkon në gjykatë duhet të regjistrosh një individ i cili duhet jetë përfaqësues ligjor për momentin e lëvizjes dhe një kryesi e cila bën përfaqësimin dhe ka dhe një statut. Ne kemi vendosur që brenda një kohe të caktuar, me një afat limituar, duhet bërë një proces antarësimesh, ku njerëzit duhet zyrtarisht antarësohen, sepse regjistrimi i partisë bëhet si antar themelus, po ka të procedurë regjistrimi dhe votimi. Dhe në këtë fazë do bëhen dhe votimet mirëfillta, të cilat pastaj do nxjerrin nëse ka ide apo mendime të tjera apo alternativa të tjera. Ne nuk kemi përpjekur të ndërtojmë, kur tham një parti klasike, si me përpjekur të ndërtojmë një parti klasike. Kjo është një parti ku ne po ndërtojmë një set rregullash, një grup rregullash, dhe kush dëshiron është me pritur të hyjë, të antarësojë sa më shumë njerëz që besojnë dhe mendojnë si ai apo ajo, dhe të nxjerrin përfaqësues të tyre brenda kësaj partie për ta përfaqësuar politikisht. Siç e thash, kryetari i partisë nuk do jetë kandidat politik. Dhe për këtë arsye kandidatët tonë funksioni do të ketë? Po, atëherë pse ndronai në këtë parti? Atëherë se ne ngatrojmë prandaj. Si do ta drejtoj? Do mbaj çelësat e Kullsbarit. Atëherë batutët realiste. Jo, ne mund të tallemi, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë demokracia më e konsoliduar dhe më e vjetër në botë, nuk flas si vazhdimsi në kohët moderne, kanë pikërisht një model dhe ne nga ky kemi mësuar. A mendon se kanë ngjashmëri Shqipëria sot me SBA-t për dëshirë të mirë? Unë mendoj që ky është problemi jonë, që ne nuk kemi ngjashmëri me vendet demokratike dhe duhet ta krijojmë këtë ngjashmëri, dhe për këtë arsye ne nuk duhet të apelojmë tek frikat dhe mendësitë tona më të këqija apo më të prapambetura, duhet të apelojmë tek mendësitë tona më të mira dhe aty ku ne duam të shkojmë. Nëse ne duam të bëhemi si Europa dhe Amerika, hajde t'i bëjmë gjërat. Dhe për t'i bërë këto gjërat duhet të ndryshojmë vetën tonë. Një pyetje më konkrete në fakt që nisa pak më përpara, unë nuk i paragjykoj as pak qëllimet e partisë tuaj, madje ju përgëzoj, por pyetja ime është pak më historike, sepse ju nuk jeni njëri pa CV politike. Me çfarë dëgjova, me çfarë kam lexuar, në farë mënyrë ju po krijoni një parti antisistem. Ndoshta publiku ka nevojë të kuptojë që si e justifikoni qenien tuaj pjesë e sistemit për disa vjet në postë kyçe të administratës politike dhe ekzekutive të Partisë Demokratike. Keni qenë zëvendësministër, mos gabon, posti më i lartë. Keni qenë drejtori i Keshit dhe psikoza popullore është, me këtë nuk ju akuzoj ju, që njerëzit drejtorët e Keshit janë njerëz shumë pasur ose bëhen të pasur në Shqipëri. Keni qenë drejtor, mos gabohem, i institutit, i kryeinspektor, si quhet kjo, Inuku, që prish ndërtesat. Keni qenë në fillimet tuaja në KOP, pra keni pas një angazhim dhe një format politik të djathtë. Tani thoni që duhet krijojmë një parti antisistem, në kohë që ju keni qenë pjesë e sistemit dhe ndoshta aq sa keni mundur keni dhënë maksimumin tuaj pa ju paragjykuar për të qeverisur mirë Shqipërinë. Tani thoni që partia juaj nuk s'ka karakter ideologjik, me që kuptoj. Nuk ju nga i djathtë shndroheni njëri pa ideologji në këtë moment, vetë personalisht, si figura më e njohur e kësaj partie, dhe duke u kthyer tek ajo që thash më përpara, si e shpjegon faktin që ju keni qenë 8 vjet në administratë pjesë e sistemit dhe pa pritmas tani jeni kundër sistemit. Nga njohja që keni patur gjatë kohës që keni qenë në sistem? Atëherë, pyetja është e drejtë dhe do bëj 2 korrigjime të vogla. Unë nuk kam qenë asnjëherë në KOP. Unë kam ardhur në Shqipëri në tetor të vitit 2005, jam ftuar. Jo, nuk ka, pyetja qëndron thjesht për qartësim informacioni. Pyetja qëndron, nuk dua me këtë informacion të rrezoj pyetjen. Atëherë, unë jam kthyer në Shqipëri kur kam qenë 31 vjeç, kam marrë pjesë si zëvendësministër, kam qenë punonjës konsulent Bank Botërore në Washington dhe jam ftuar që të vija si zëvendësministër teknik në Ministrinë e Ekonomisë. Kam ardhur në Shqipëri sepse dhe vazhdoj të besoj që Shqipëria mund të jetë një vend më i mirë, mund të jetë një vend më i mirë për mua dhe për gjithë shqiptarët e tjerë.
Dhe kam bërë maksimumin gjatë gjithë periudhës 5-6 vjetë që kam punu në administrat, jo 8, për ta ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë një vend më të mirë. Qartazi, kjo përvojë dhe kjo që ne po bëjmë tani, vjen si eksperiencë dhe pasojë e kësaj eksperiencë, domethënë vjen si pasojë e kësaj eksperiencë që unë kam kaluar. Domethënë përpjekjet e mia për ta ndryshuar qoftë një parti nga partitë e mëdha nga brenda, qoftë për të ndryshuar shtetin shqiptar i emëruar, qartazi nuk funksionojnë. Dhe për këtë arsye unë jam gjithashtu skeptik edhe për këto reformat që fliten në arsim, shëndetësi, drejtësi, sepse unë mendoj që janë reforma teknike, që nuk zgjidhin thelbin e problemit që ka Shqipëria. Kështu që po, unë jam i djathtë, nuk e kam mohuar kur, edhe në garën e Tiranës unë kam pyetur, kam thënë që jam i djathtë, por jam në radhë parë qytetar dhe jam shqiptar. Dhe si qytetar dhe shqiptar, mendoj që sfida jonë më e madhe sot nuk është ideologjia, është padrejtësia dhe është fakti që ne nuk respektojmë rregullat bazë që një shoqëri duhet ketë për të operuar. Pavarësisht pastaj nëse duam që godinat mbi këtë bazament t'i ndërtojmë të kuqe apo blu apo portokalli apo transparente etj. Kështu që në këtë këndvështrim po, përvoja që unë kam pasur si titular i disa institucioneve dhe përvoja politike që kam pasur, ai sa ka qenë politike, se nuk ka qenë politike madhe. Zëvendës ministër është post politik, po s'ka bëu. Jo, edhe një herë, thash ai sa ka qenë. Ai sa ka qenë, sepse ka dhe zëvendës ministra shumë politik. Me sa kuptoj janë dashur disa vite që të kuptoni që sistemi me qendër Partinë Demokratike në qeverisje nuk funksionon. Njeriu mund ta kuptoj pak më shpejt. Më duket sikur e keni kuptuar pak vonë. Jo, nuk mendoj. Unë mendoj që 4 vjeçari parë. Apo mos jo ka qenë jo ndaj pushtetit, pastaj në momentin që pushteti mbaron, gjejmë një zgjidhje tjetër politike. Padyshim edhe kjo mund të interpretohet. Unë ditë them mendimin tim dhe eksperiencën time. Dhe përvoja ime është që 4 vjeçarin e parë, mendoj që qeveria Partia Demokratike ka pasur një qeverisje relativisht mirë. Kur je i ri, je edhe naiv, nuk je vetëm idealist, dhe ke dëshirë të shikosh vetëm gjërat pozitive, dhe je gjithashtu i zhytur në punë, mendon që ajo gjë që ti po bën është shumë e rëndësishme, shumë e drejtë, shumë e bukur, shumë e mirë. Padyshim që mbas vitit 2009, me koalicionin me LSI-n, qëndrimi im dhe reflektimet e mia kanë filluar dhe kanë qenë shumë, dilemat e mia kanë qenë shumë të qarta. Edhe emrimi im në inspektorat ka qenë një diçka që ka qenë me shumë problematika dhe me tension, me kryeministrin Berisha në atë kohë. Megjithatë, e kam dirë veten në atë moment që duhet t'i jepja dhe vetes, po edhe Partisë Demokratike sipas këndvështrimit tim, kuptohemi, një shans për të parë nëse mund të kishte një ndryshim. Qartazi, puna në inspektorat më tregoi që kjo nuk ishte e mundur. Edhe vetë përvoja ime në inspektorat ka treguar ka një ndarje të thellë midis 6 mujorit parë, se unë një vit kam qenë kryeinspektor, dhe 6 mujorit dytë. Mbas 6 mujorit parë, kur e pash që shteti shqiptar dhe kryeministri Berisha nuk donin të zbatonin ligjin ashtu siç ishte shkruar në ligj, unë pothuajse kam qenë inekzistent në kuptimin e administrimit të inspektoriatit dhe të ushtrimit të funksionit në shtet, në shoqëri. Pse? Sepse nuk pranoja që inspektoriatit punonte në mënyrë selektive. E jam përpjekur 6 muajt e parë, nëse keni vënë re Samili, Pylli Sodës, Sarandë e tjera, i kam bërë gjërat sistematike. Kur e kam parë që shteti shqiptar nuk më jepte mundësinë nëpërmjet policisë dhe organeve tjera shtetërore që unë të zbatoja ligjin në mënyrë të njëtrajtshme. Jo, miraku im është ky, nuk janë shumë 6 vjet për të kuptuar cili është raporti Sali Berishës me ligjin, e do apo nuk e do ligjin Sali Berisha. Unë e kuptoj si një rrjedhë normale të zhvillimit të një njeriu për të kuptuar jetën dhe shoqërinë që jeton. Unë kam jetuar nga mosha 17 vjeçe jashtë Shqipërisë, jam kthyer në vitin 2005, moshën 31 vjeçare. Dhe më përpara kur kam pas ardhur, kam pas punë jo të bëj me shtetin shqiptar, me politikën shqiptare, dhe padyshim ka qenë një periudhë rritje, zhvillimi dhe pjekurie. Nëse do të më thoni që pse e kam bërë dhe vetes të pyetje, në qoftë se nuk e kam pasur këtë pjekuri, pse u ktheva në Shqipëri dhe të merrja përsipër pozicione publike, e pranoj që kam pas një lloj naiviteti. Uroj që sot mos jem më naiv dhe të thjesht të më kenë mbetur idealizmi. Koha do të tregoj. Shiko, me qenë se, të më falë, Fred, me qenë se jemi tek idealizmi, unë nuk e paragjykoj idealizmin tuaj, është drejta juaj të besoni tek idealizmi juaj, por nga ana tjetër ka patur një debat të madh në media për sa i përket përfshirjes tuaj në petroliferën e Vlorës, për çështjet pasurisë tuaj, domethënë kam lexuar diku që në vitin 2013 keni deklaruar dikun 14 milion, në një vit me pas 204 milion, diçka e tillë, por kjo nuk është, këtë mund ta sqaroni më mirë, unë nuk e paragjykoj, është një proces i drejtësisë. Si e gjykon këtë marrëdhënie prokurorinë që ka filluar hetimet, dhe ke për të dhënë një shpjegim në lidhje me këtë çështje? Atëre, sepse njeriu pse hetohet nuk do të thotë se është i fajshëm,
nuk kam asnjë lloj paragjykimi në raport me ju si qytetar. Unë do doja që t'ishte shumë e tillë, por në radhë parë do doja t'i thoja qytetarëve që po na dëgjojnë që çfarë din qytetarët di dhe unë. Mua nuk ka thritur njeri, nuk jam i thritur, nuk jam i pyetur. Ajo balë që është hedhur në televizor, në media, është balë që unë e kam dëgjuar nga mediat. Unë sot, si individ, nuk jam thritur kur nga asnjë organ shtetëror dhe të pyetem në lidhje me këtë gjëra. E para. Si shpjegoni që disa media kanë botuar dokumentet zyrtare të prokurorisë? Prokurorisë, po, dhe ai jeni një person në hetim. Atëherë edhe një herë, siç u thash, unë mund të jem në hetim, prokuroria mund të jetë duke bërë namin, unë po them që unë si qytetar, si individ dhe si administrator e një kompanie që unë e menaxhoj, unë nuk jam thritur dhe unë nuk e di konkretisht për çfarë akuzohem nga ana ligjore. Unë si Gjergj Beaxhi nuk e di këtë gjë. Domethënë që të flasim sepse kjo është tjetër temë dhe ja vlen të bisedojmë. Tani, po është temë se ju hyni për një sfidë morale, ndërkohë i bie që vendi është në krizë ekonomike dhe të arruret tuaj rritën, i bie që ndër pak persona që bëni pasuri një kohë që ekonomia e vendit bie, gjithmonë sipas mediave, sipas akuzave. Se nuk marr përsipër të jem avokati i akuzave ndaj jush, por thjesht me qenë se jemi një debat publik, opinioni ka nevojë të sqarohet. Nga ana tjetër keni një akuzë të fortë nga një biznesmen i rëndësishëm në Lozhë që është Sullo Shehu. Dhe mos gabohem kështu quhet, Sullo Shehu. Për tjetërsim pronën në kohë që keni qenë zëvendësministër dhe mos gabohem edhe ai një proces gjyqësor, tani ju një aksioner i asaj petrolifere etj. Domethënë janë disa gjëra zinxhir që shkojnë bashkë. Atëherë, nëse do ishte mirë, le të qartësojmë fakte. Unë nuk kam qenë asnjëherë direkt apo indirekt aksioner të petrolifera. Kjo është një shpifje dhe një fakt i rremtë. Nuk mund t'i kem të tërsuar kur njëri pronën, sepse Ministria e Ekonomisë nuk të tërson prona. Pronat i ka Ministria e Drejtësisë nëpërmjet institucionit hipotekave dhe Inspektoriatit të Kthimit Kompensimit Pronën, mos gaboj. Kështu që se ç'pun ka të bëj një zëvendësministër i Ekonomisë me çështje pronash dhe kthim kompensim pronash, unë nuk e di e zotëria që ka bërë akuzën, mbas 10-12 vjetër sa i bie, sot u kujtua ta bënte, puna ti. Unë në gjatë kohës që zotëria pretendon që i është marrë prona, unë nuk kam qenë as zëvendësministër. Të gjitha këto akuza janë një baltosje, sepse sot kjo klasë politike kupton që ka një individ i cili ka një përgjegjësi dhe një profil publik dhe është i gatshëm që këtë profil dhe këtë përgjegjësi publike që ka ta investojë në një lëvizje e cila është e gatshme të dalë kundër gjithë kësaj. Pra ju mendoni që prokuroria është manipuluar politikisht në këtë histori? Nëse po, nga kush? Atëherë, që t'ju them diçka, nëse doni mendimin tim, unë mendoj që ata që kanë sot pushtetin, që është kjo qeverisje, e ka bërë këtë paçavurë dhe këtë baltë, nëse doni mendimin tim. Po ky është mendimi im sepse unë nuk kontrolloj shtetin, unë nuk kam në xhepat e mi as prokuror, as gjyqtar, as polic, as hetus, asnjë gjë. Kështu që në këtë këndvështrim, mbase pyetjet duhet ja bëni atyre që kanë hedhur kaq shumë informacion publik. Tani ju jeni objekt i këtyre akuzave, ne pyetja u bëjmë ju se ju kemi përballë, si kemi ata sot përballë, nëse do i kemi një rast do i pyesim. Vetmja gjë që unë mund të them, sepse kam qenë në 1-2 emisione lidhur me këtë punë, kam thënë dhe ja bëj propozimin dhe zonjës Vasili, të marrë një kompani ndërkombëtare me reputacion, ta zgjedhë vet, dhe unë jam i gatshëm të bëj një test poligrafi para kamerave, para gjithë shikuesve shqiptar, për të gjithë ato akuza që prokuroria apo policia, se me çdo unë akuzat i ka bërë policia, jo prokuroria heton çështjen. Shtypi, mos gabom, ka botuar dokumente prokurorisë. Shtypi mund të ketë botuar shumë gjëra. Test poligrafi që da shpjegojmë për gjithë teleshikuesit, bëhet fjalë për makinën e zërtetës. Po, e përdorin institucionet, do përdoret edhe kur të bëhet reforma e famshme në drejtësi. Një nga gjërat që institucionet e huaja që po insistojnë që të bëhet seleksionimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, një nga mjetët e kontrollit. Nuk jam kundër idesë, mund ta bëjmë edhe brenda qershorit testin tuaj. Jemi pritur zonja live. Do ftoj publikisht. Do bëje vettingun e parë para se ta fillojë. Jemi pritur. Jemi prenotuar në fillim korrikut mbaroi kampionati. Atëherë, unë do thoja me që është verë, bëni edhe në shtatorën tetor që ketë shikueshmëri më të lartë, por do t'ju thoja merrni ato informacionet gjitha nga policia, nga prokuroria dhe të gjitha ato akuza që bëhen, unë jam i gatshëm t'i përballem opinionit publik. Por, nëse impenjimi është marrë para teleshikuesve, të dy ne do ta. E kam bërë edhe para zotit Sokol Balla në Top Story këtë gjë, kështu që ju lutem keni parasysh ta bëni më shpejt që mos u azë. Pse mendoni se duhet ishte agresive qeveria me ju në një kohë kur volens nolens ju i keni dhënë një ndihmë fushatën elektorale? Sigurisht mbas s'ka qenë qëllimi juaj të ndihmoni Rion Velin, po fakti që keni marrë 14.000 vota dhe ju përgëzoj se është një rezultat i mirë. 16.000 vota. Edhe mbase kjo ka qenë inspiracioni që ju jeni lançuar me te me partinë tuaj. Duket sikur
sikur nuk ka shumë logjik në mes. Sepse ju në një moment e keni ndihmuar. Ju po aludoni që 16.000 vota që në dhanë për garin e Tiranës. Jo, s'pa ludoj, ju i keni fituar 16.000 vota, por janë 16.000 vota që 16.000 vota çfarë? Janë të kujt? Kanë qenë një partie në ju deri tani ju tha që nuk e mohoj që jam i djathtë dhe njëri i djathtë i pranon dhe votat e majta, pranon dhe votat e qendrës, por kërkon me logjik votat e djathta. Gara e Tiranës nuk ishte gara ideologjike, ne s'kemi kërkuar kur votat të majta apo të djathta, kemi kërkuar votat e qytetarëve. Qartazi nga mënyra se si u votuam në garën e Tiranës, ku zonat që na mbështeten më shumë ishin zonat e qytetit të cilat në fakt tradicionalisht është këtë desha të më falë që ju ndërpres, e kam marrë, Zoti Bojaxhiu ka marrë më shumë vota si përqindje në njësinë 5 që njihet si një lloj fortese Tirana autoktone e të majtës, e fortesë të majtës. E smajtës. Kështu që kjo rrezon më duket më shumë një mit i marrjes. Megjithatë për ta trajtuar çështjen më në thelb. Këtu nuk është çështje ligjore. Unë ju siguroj që gjithë to broçkulla që janë hedhur dhe llafe janë hedhur, domethënë ne kemi një klasë politike që e varfron popullin. Duhet të jeni një rrezik shumë i madh nëse janë impenjuar kaq shumë. Siç duket jemi. Në luftës mes vetes, u luftojnë edhe juve, do thotë që ju shohin si një rrezik shumë i madh. Megjithatë unë duhet të them qytetarëve diçka. Nuk ka rëndësi nëse Gjergj Bojaxhiu është kështu siç hedhin balt këto apo jo. Rëndësi ka që ne këto probleme dhe shqetësime që kemi ngelen, dhe këto shqetësime ne duhet mobilizohemi si qytetar, si votues, ti ndërtojmë alternativat tona. Nëse Gjergj Bojaxhiu është ky njeri që këta politikanë e akuzojnë, shumë mirë atë Gjergj Bojaxhiu nuk do ta bëj përfaqësimin e kësaj, do ta bëj dikush tjetër. Ne nuk duhet të stepemi, nuk duhet të tërhiqemi, nuk duhet të zhgënjehemi. Nëse nuk është Gjergji kandidati nesër për ta përfaqësuar, le të dalë dikush tjetër. Kjo nuk do të thotë që ne duhet pranojmë këtë klasë kanibalësh, të cilët për 25 vjet po e varfrojnë këtë shoqëri, po i detyrojnë shqiptarët të rinj, të reja, familjar të largohen nga Shqipëria, dhe po na detyrojnë neve që edhe kur jemi të aftë dhe profesionalisht të Zot, të duket sikur i kërkojmë nder dikujt në mënyrë që ne të arrijmë diçka në jetë. Sot neve jetojmë një shoqëri që padrejtësia dhe antivlera sundon. Ne nuk e zgjidhim problemin duke thënë janë të gjithë një lloj dhe ky vend nuk bëhet, sepse status quo-ja është në favor të kësaj klase politike, nuk është në favorin tonë si qytetar. Status quo-ja është duke na varrosur. Nuk po na varros fakti që ne po sabotojmë klasën politike. Ne kemi nevojë të ndërtojmë alternativa. Nëse sfida nuk është alternativë, atëherë ndërtojmë një alternativë tjetër. Por duke thënë që ky vend zbëhet dhe janë gjithë një lloj, neve pranojmë opiumin që këta njerëz na instalojnë çdo ditë me media dhe propagandë. Po dhe me ligjërimin politik shoh që inspiroheni te klasa e vjetër politike. Ju dëgjova thoni kanibal edhe janë fjalë që dëgjojmë në parlament, kanibal, hajduç, erxhik, usar. Po kështu janë. Duket se po kryeministri pretendon që nuk jemi gjithë një lloj. Kryeministri që nuk jemi gjithë një lloj, unë po flas për klasën politike që na përfaqëson. M'fal, ju për klasën politike jeni pak mosmirnjos kam përshtypjen, se është e vërtet pjesërisht ajo që thatë që po i bën shqiptarët me ik, po ju ka bë me ardh, në një farë mënyrë ju ka bë figurë publike për meritat tuaja, por duke dhënë disa poste, ju ka integruar dhe keni marrë një pozicion publik. Është shumë e vërtetë që 100.000 shqiptar po ikin ose 200.000 të tjerë pretendojnë me ik. Kështu që ndoshta mund ta modifikoni raportin e mirënjohjes me klasën politike. Atëherë, unë nuk kam se të modifikoj raportin, unë nuk kam ardhur, nëse unë kisha ardhur për të shërbyer klasë politike, atëherë unë do kisha bërë karrierë me këtë klasë politike. Unë e kam pasur mundësinë brenda në këtë rast brenda partisë. Ju keni bërë një karrierë të admirueshme. Ju lutem, ta mbaroj. Brenda kësaj klase politike dhe kam refuzuar. Nuk kam refuzuar me fjalë, kam refuzuar me vepra. Kam qenë i vetmi zëvendësministër i qeverisë Berisha, që kam thënë me shkrim dhe me gojë që procedura e rrugës Kombit ishte në kundërshtim me ligjin. Jam shumë dakord që të bëhej rruga, por Kombi nuk do shuhej nëse procedura do ishte bërë me tender dhe punimet do kishin filluar 6 muaj me vënes. Për shkak sepse kam refuzuar të punoj me këto vlerë dhe me këto standarde të klasë politike. Kam bërë kallëzimin penal pallatit në ujin e ftohtë në Vlorë, i cili ishte ndërtuar në det, jo në pronë private. Dhe këto gjëra dhe këto veprime, se këto janë dy mbase më të dëgjuara nga opinioni publik, këto veprime i kam bërë për ditë gjatë punës që unë kam punuar në administratë. Ju thoni unë kam bërë karrierë politike, unë nuk e gjykoj. Unë kam pas gjithmonë funksione teknike. Dhe roli i zëvendësministrit të ekonomisë, unë kam mbuluar pjesën teknike të atij roli, nuk kam bërë ndonjëherë politik, nuk kam dalë bëj fushat mediatike dhe të mbroj kryeministrin. Le të dali sot një shqiptar,
apo një dëgjues i këtij televizioni dhe të më thotë nëse në gjithë këto vite, edhe ku kam qenë zëvendësministër, drejtor keshi apo kryeinspektor, unë të kem dalë ndonjëherë dhe të mbroj politikisht diçka e cila sot nuk shkon. Gjithmonë jam treguar korrekt dhe kam punuar për interesin publik. Karta besueshmërisë së Gjergj Bojaxhiut që hedh sfidën për Shqipërinë është e rëndësishme, por nuk është thelbi sot, është sfida. Thelbi i këtij emisioni. Po, Lela. Sfida po, dhe me që jemi tek sfida dhe tek dhe një term që Agroni e përdori pak më parë, antisistemi, partia antisistem apo individi antisistem, të cilën ju e pretendoni, zoti Bojaxhi, po unë nëse bëjmë një rrotullim që sfida e pretendon. Nëse sfida në rregull. Nëse bëjmë një zbritje apo një ngjitje nga Amerika në Europë dhe shohim cilat janë partitë dhe individët antisistem, mund të dallonim Tsiprasin në Greqi, Beppe Grillon në Itali, partitë kryesisht ta zëm alternativa për Gjermaninë, që është një parti ekstreme të djathtë në Gjermani, e cila po njeh ngjitje, po themi ngjitje të konsiderueshme dhe po i frikson dy partitë e mëdha klasike në Gjermani, dhe kemi elementin antisistem i pasqyruar më së miri te Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ajo që dallojnë tek këto parti dhe individ dhe që nuk e dalloj tek ju është kjo, që ju keni vetëm pretendimin antisistem, por gjuhën nuk e keni të tillë. Ju jeni, përdor një term të anglishtes, se di se mund ta përkthejmë në shqip, soft spoken. Jeni i të folurës së butë. Dhe nuk kam asgjë kundër atyre, se bëj pjesë vetë tek njerëzit që janë soft spoken dhe besoj më shumë tek ata se sa tek ata që çirren. Por problemi që na lind këtu, me që jemi duke diskutuar për politikë dhe po themi sjelljen politike të një force politike që do ta mishëroj veten si alternativë dhe si zgjidhje, dhe nuk ka si ta bëj këtë ndryshe vetë se duke u bërë mjet instrument politik dhe duke fituar pushtet një ditë, edhe pse mund të mos jetë nesër, pas 2 vitesh, por dikur. Tani gjuha ose pretendimi antisistem nuk përputhet me gjuhën tuaj. Me tipologjinë time. Dhe ju nuk thoni, jo, edhe kjo, e lërëm tipologjinë dhe kalojmë tek gjëja e madhe që ju thoni. Cila është gjëja e madhe që ju thoni? Deri tani unë se kam pikasur. Donald Trump në Amerikë thotë të mos vinë muslimanët, ju mbyllin portat, të ngrejnë muret. Kjo është një gjë e madhe, s'është thënë asnjëherë në Amerikë. Çfarë thonë pak a shumë të njëjtën gjë thot alternativa për Gjermaninë e ekstremit të djathtë në Gjermani. Çfarë ka thënë Tsiprasi për të ardhur në pushtet dhe për të fituar? Nuk e njohim këtë Evropë me këtë paketë që e robron qytetarin e zakonshëm grek. Tani ju duhet të thoni, jeni të dënuar nëse doni të paraqiteni dhe të ekzistoni si antisistem, të thoni një gjë të madhe, një gjë që nuk është thënë, që t'i bëni vend vetes. Përndryshe, ky është vendi pa drejtë, status quo-ja, këta politikanë të këqij, këta kanibal, këta halabak, ku dëgjon, nuk e përdorët ju, e përdora unë këtë fjalën e fundit. Halabak nuk e përdora unë. Nuk e përdorët ju, thash, e përdora unë, e mora unë përsipër turpin e kësaj fjale. Domethënë, këtu është çështja. Cila është pyka e madhe që do fusi un sistem për ta çarë atë trungun e kalbur, të fortifikuar, ku dëgjon çfarë mund të jetë ai? Çfarë do i thoni ju që ne nuk duam të integrohemi në Evropë, nuk është, po e zëm, jam duke abuzuar tani, po një gjë që shkon antisistem. Madhe se kam një hapësirë publicitare. Po atëherë nëse keni hapësirë publicitare, ju lutem bëni dhe flasim më së. Jo, është e rëndësishme. Është e rëndësishme. Atëherë, ne në Shqipëri kemi probleme unike. Problemet që ne kemi si shoqëri nuk kanë të bëjnë me problemet që ka Greqia, Italia, Spanja apo Amerika. Po ta vëmë re me vëmendje, në të gjithë këto vendet e Europës Jugore ka pasur një krizë ekonomike, e cila është pasuar me alternativa të reja politike. Dhe këto alternative kanë dalë shumë kollaj natyrshëm nga këto shoqëri. Ne në Shqipëri kemi 25 vjet që jemi në një krizë, jemi në lëngat dhe ne nuk arrim të nxjerrim alternativa. Pse? Sepse këtu sistemi që në gjenezë është i kapur. Pasiviteti qytetarëve, kollajtësia shqiptarëve për tikun e migracionit, është një valë Kjo është demagogji, rrim pak e gjë e madhe. Demagogji? Po këto janë fjalë, Këtë thotë çdo parti jashtë parlamentare shqiptare. Me drejt Lela thotë cila është gjëja kryesore që bën lajm në partinë tuaj. Cila është alternativa juaj pra përveç kësaj që ne do bëjmë një gjë. Madje edhe opozita që është 25 vjet parti e konsoliduar po të përdit të gjëra. Ju më pyetët, unë desha t'ua shpjegoj, ju s'po më lini t'ua shpjegoj. Jo, ne po t'lem. Atëherë, nëse do më lini, shiko, neve ditë se s'po merrem me vesh.
Ne s'po merrim vesh sepse ne nuk po bëjmë dakord kush është problemi, gjeneza që merremi vesh, ne bëjmë pyetje dhe komente, ju do merrni vesh me publikun. Të tre ne këtu që jemi përballë ju zoti Bojaxhiu e njohim problemin, ne nuk vuajmë nga mosnjohja, ne vuajmë nga moszgjidhja dhe cila është kjo zgjidhje sipas jush. Duhet të bëjmë dakord. Ana godet ne kjo zgjidhje, ne duhet na godas zgjidhja që themi Gjergj Bojaxhiu erdhi, më falni se ju thorita me emër, erdhi zoti Bojaxhiu dhe na dha dhe e duam dhe jemi me të, e marrim dhe ne atë flamurin portokalli dhe dalim në qytet, po themi virtualisht. Atëre, pra po jo shpjegoj. Ka një arsye pse për 25 vjet ne nuk nxjerrim dot alternativa reale politike. Dhe këtë po ju shpjegoja, dhe kjo është e reja e parë, sepse mund të ketë disa shumë ne jemi thellë në tokë, kurse këto vende janë mbi tokë dhe duan të ndërtojnë diçka edhe më të mirë dhe më të bukur. Neve kemi parti politike të ndërtuara me model patronazhi dhe klientelizmi nga brenda. Ky është vlera dhe modeli atyre 50 apo 5 njerëzve që drejtojnë këto parti. Kur këta njerëz marrin votat tona dhe fillojnë të qeverisin, me të njëjtin model administrojnë dhe taksat tona. Dhe ne nuk kemi më pse habitemi se si përfundojnë qeverisjet në Shqipëri. Ky është modeli i ekzistuesi partive politike. Nëse ne duam të ndryshojmë shoqërinë tonë, ne duhet të ndryshojmë mënyrën si këto institucione politike ndërtojnë që në gjenezë, sepse nga kjo gjenezë dalin pastaj gjithë ato pasojë negative, papunësia, korrupsioni, pisliku etj. Ne po themi që nëse nuk ndërtojmë një institucion politik, një parti politike, në këtë rast emrin e ka sfida për Shqipërinë, e cila nuk rregullon këtë kalbëzim që në gjenezë të vlerave dhe të standardit, ne nuk kemi që të ofrojmë shoqërisë ndryshe. Pra gjë e madhe modeli, kryetari nuk kandidon, Gjergj Bojaxhiu si iniciator antar i thjesht, modeli është gjë e madhe, paktën si fillim. Mbas hapësirës publicitare do të vazhdojmë. Qëndroni me ne. Rikthehemi në pjesën e dytë e emisionit. Faleminderit që na keni shkruar Reni Vasili studio e hapur. Skepticizëm shikoi tek qytetarët për këtë lëvizje të re, në përgjithësi justifikimi është tek mosbesimi që kanë tek partitë politike. Po me sa duket ju prandaj një alternativë. Kjo është ideja. Të thyeni këtë skepticizëm. Ne kemi ndërtuar, siç u thash, ne kemi ndërtuar një model standard, ne kemi ndërtuar një strukturë e cila nuk ka dyert pasme, nuk ka dritare. Ka vetëm një portë ku hyhet dhe dilet. Çelësin e kësaj porte e kanë antarët. Nëse shqiptarët duan të ndryshojnë jetën e tyre, nuk mund të jenë pasiv. Pasiviteti është një nga problemet tona kryesore si shoqëri. Dhe ne kemi ndërtuar diçka që kush dëshiron të vi, të përfaqësohet, të marrë miq e shok dhe njerëz që mendojnë si ata dhe të përfaqësohen. Ne kemi vendosur disa rregulla të qarta. Në vitin 2017 nuk do bëjmë koalicion me asnjë nga partitë parlamentare, as për zgjedhje, as për qeverisje pas zgjedhjeve. Domethënë, ata që duan të marrin pjesë te kjo lëvizje duhet marrin pjesë për këto vlera që ne po flasim. Nuk do kenë as vende pune, nuk do ketë tendera, nuk do ketë koncesione. Kush dëshiron të shkojë dhe të bëj pazare me vota dhe për vende pune dhe për tendera për koncesione, i ka partitë ekzistuese të shkojnë dhe në një farë mënyrë zoti Bojaxhi ju po i dekurajoni votuesit tuaj sepse nëse ju në fillim i ftoni ata për një ndryshim të madh, ndryshimin si do ta bëni nëse s'keni akses tek pushteti për të ndryshuar realisht gjërat. Pikërisht kjo është gracka mendore që na kanë bërë këto parti. Këto parti mendojnë që pushteti është ekzekutivi. Si mund ta merrni vetëm pushtetin në fakt, si parti? Shqipëria me pushtetut është republikë parlamentare. De facto është republikë kryeministrore. Pse? Sepse parlamenti, sado probleme që mund të ketë, është një ambient i hapur dhe i decentralizuar. Dhe është e pamundur që korrupsioni dhe pazaret të kalojnë një masë caktuar në këtë lloj institucioni. Ndërsa ekzekutivi është një institucion i mbyllur dhe i centralizuar, ku korrupsioni, patronazhi dhe klientelizmi mund të lulëzojnë dhe kthehen nga grip, siç mund të jetë në një vend normal, në kancer, në tumor, siç jam këtu për ne. Ajo që ne po themi është që sfida e Shqipërisë nuk është që të bësh të kapësh ekzekutivin dhe të biesh pengë të njëjtës gjëje. Sfida jon është që ta kthejmë debatin dhe pushtetin real në parlament. Ndërsa sot parlamenti është i kapur, sepse gjithë ata deputet ose shumica e tyre, mos flasim gjithë, bëjnë pazar dhe kompromise me ministrat për vende pune, për antarësime, për punësime, për tendera, për koncesione, për të çuar miqe, shokë dhe kushurinë ambasador. Ky është modeli që ne kemi sot. Dhe ne nuk e ndryshojmë Shqipërinë, duke thënë ne jemi më të mirë, do të qeverisim më mirë sot. Sfida jonë e parë është që neve ta kthejmë debatin në parlament dhe parlamenti mos pranojë pazaret me ekzekutivin. Nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë,
ne përsëri nuk do t'i ofrojmë asgjë ndryshe. Që kemi me konkret, duhet marrë një krahasim. Për shembull, në Parlamentin e Shqipërisë ka disa kohë që ban lajm Ben Blushi dhe ligjërimi i tij politik, i cili godet konkretisht me një ligjërim të fortë kundër qeverisë, bën përpjekje të forta të distancohet nga opozita në mënyrë që mos të krijohet trebitë e famshme Berisha, Basha, Blushi, dhe me gjas, me çka flitet mund të prezantojë ai shpejt një lëvizje të re politike. Tani, mbase është fillimi dhe shpejt ju jeni ende në fazën e konsolidimit, por nuk shoh që ju të jeni të strukturuar ndaj qeverisë në opozitën tuaj, domethënë nuk keni diçka ende konfliktin përgjithësi, por nuk keni një opozitë të strukturuar dhe nuk keni ende mbase është shpejt, edhe këtë them një program siç zoti Blushi pa formuar partinë duket se e ka në platformën e tij mënyra se si flet, kur drejtohet e varfër, kur flet për papunësinë, kur flet për çështje demografike, kur flet për madje për çështje të bujqësisë të arsimit. Po. Atëherë, unë mendoj që Shqipëria nuk do ketë një ndryshim të madh, si të jetë në koalicion PS-ja me LSI-n, si të jetë PD-ja me LSI-n. Kështu që nga ky këndvështrim, padyshim sot qeverisja është tabela e qitjes më e kollajshme, sepse është duke bërë dhe gabime dhe i ka gjërat më shumë në dorë për t'i bërë mirë dhe s'po i bën. Por nga këndvështrimi jon, kjo klasë politike është e gjitha e njëjtë, është i njëjti model, është i njëjti sistem vlerash brenda këtyre institucione. Vetëm gjë që ndryshon është ngjyra. Dikush e ka ngjyrë blu, dikush e ka ngjyrë mavi. LSI e ka më bukur nga të gjithë, e ka transparente fare, e ka kontrat pastër me mbështetësit e saj se çfarë marrin dhe çfarë japin. Dhe për ne nuk është çështje e kritikës thjesht ndaj qeverisë. Padyshim që kjo qeveri po bën gabime të tmerrshme, nuk ka luftuar korrupsionin si shpremtoi, e vetmi gjë që ka ndryshuar i ka bërë centralizim të korrupsionit, domethënë ai fshatari varfër atje nuk pret dot dru dhe nuk bën dot çmyrë në pyll. Ai personi i varfër duhet i paguajë dritat dhe s'duhet vjedhë dhe absolutisht ligji duhet zbatohet, nuk po them këtë gjë. Po kur vjen puna, ai drejtori i kompanisë, ai ministri e tjerë mund të vazhdojnë të bëjnë atë korrupsion që është bërë gjithë këto vite. Domethënë nga ky këndvështrim, kjo qeveri ka dështuar. Shqiptarët e dinë dhe ne nuk kemi çfarë t'i themi shtesë. Ajo që ne po themi është, nëse ne duam të ndërtojmë alternativa të reja, duhet të mendojmë që në gjenesë se si ndërtojnë këto alternativa. Dhe kjo është një strukturë që ne kemi ndërtuar, e cila është e hapur. Ka politikanë ekzistues që mendojnë janë të ndershëm dhe nuk e ngjejnë vend profesor, janë mirëpritur të vinë, të sjellin mbështetësit e tyre, të janë të arsojnë, do bëhen votime, nëse këto mendime dhe alternative që ato japin janë me vlerë, do votohen dhe do dalin si përfaqësuesit tanë politik. Ne, përfaqësuesit tanë politik, do t'i nxjerrim në pranverë kur të bëhet një garë e brendshme brenda partisë. Deri atëherë, neve kemi një drejtim ekzekutiv, i cili do bëj administrimin e një procesi të brendshëm ku ne do antarësohemi dhe do votojmë. A mendoni që ju konkurron një parti hipotetike e Blushit? Si edhe një? A mendoni që ju konkurron një parti hipotetike e Blushit, nëse ai do të ketë një parti? Nuk e di se konkurrojmë, ne konkurrojmë këto parti që kanë këtë sistem vlerash. Nëse partia e zotit Blushi, nëse do e krijojë, do ketë këtë sistem vlerash si partitë ekzistuese, po ne do e konkurrojmë. Nëse nuk ka këtë sistem vlerash, dhe ka një sistem nga vlerat si koncept, që është një koncept sa realash retorik një farë mënyre, tek shtresat sociale o tek votat ka një farë diference. Ju si parti, sepse vlerat mendojnë gjithë që i përfaqësojnë, edhe të varfrit, edhe të pasurit, edhe të marrë dhe të djathtë. Me veprime jo. Po, me fjalë. Megjithatë t'ju bëj prit një sekondë, edhe pastaj. Ku mendoni ju që do e keni hambarin e votave, dhe cilat shtresa dhe për çfarë vlerash? Për këto vlerat që thatë janë shumë gjenerike. Domethënë kur shkosh te fshatari, te qytetari, te punëtori, do t'i ofrosh diçka konkretisht. Atëherë, më pëlqen kjo retorika dhe ky diskutimi, por le ti flasim shqiptarëve çfarë problemi kemi sot. Unë duhet i pyes shqiptarët, si ti je i varfër, si ti je i pasur, si ti jetosh në fshat, si ti jetosh në qytet. A ka një dallim në mënyrën se si sistemi i drejtësisë i trajton shqiptarët? Nëse je i varfër apo i pasur, a ka një dallim për çfarë lloj ajri dhe cilësia e ajrit thith? Nëse je i varfër apo i pasur, jeton në fshat apo qytet, a ka dallim në faktin se nëse do që fëmia jote të konkurrojë në institucione publike pa ndërhyrje, do e marrë me merit atë që meriton apo jo? Të gjithë shqiptarët sot kemi të njëjtat probleme. Ai që mund të jetë në gjendje më të mirë ekonomike, mbase nuk i vuan në të njëjtën nivel, po padrejtësia është për gjithë një lloj. Neve këto vlera dështimi jon, jo lutem, me që e them. Jo, ty ndihmoj me një gjysmë pyetje. Meqense tema më e nxehtë është reforma drejtësisë, folet për drejtësinë, për padrejtësinë. Çfarë qëndrimi keni personalisht si lëvizje për reformën drejtësi? Unë mendimi im për reformën drejtësi është shumë i thjeshtë. Një shoqëri e cila nuk mobilizohet me vot për treguar që ka vullnetin për një ndryshim të madh,
nuk do të ndryshojë drejtësinë, as arsimin, as shëndetësia, as reforma drejtësia, as to reforma tjera. Ne nuk kemi nevojë për reforma teknike. Reforma teknike bëjnë rregullime të vogla. Ne kemi nevojë që një segment i kësaj shoqërie të tregojë me votë dhe me vullnet të pastër që do t'i thotë mjaft këtyre lloj pazareve. Mos është pak qëndrim paradoksal se në fillim tha që jeni shumë pro-amerikan dhe madje edhe mënyrën se keni organizuar partinë keni pro-amerikan një kohë që reforma duket një sponsorizim i fortë amerikan në këtë rast. Mos krijon një lloj. Atëherë para unë nuk thash që jam pro-amerikan, unë thash që modeli i partisë është model që po ju se jeni shkolluar atje tha që vjen nga një botë, nuk e përjashtoni ndikimin amerikan. Po edhe kundër nuk jeni, mos e thoni këtë pak në që në fillim, se e shoh që keni filluar të aktroni në thonjza, si politikani vërtet kur i drejtoheni kamerës. Kjo do të ishte një gjë e madhe. Tani, zoti Lela më akuzoi që nuk po e artikuloj gjërat ashtu siç duhet. Ju po më akuzoni që po bëhem populist. Një gjë të madhe. A mund t'ju përgjigjem se devijuat temën, devijuar debati, po bëjmë debat. Jeni pra apo kundër, thoni diçka të madhe. Ju ftojmë thoni diçka të madhe. Për këtë reforme të sponsorizuar nga amerikanët. Atëherë, nëse doni mendimin tim, unë e kam thënë dhe vende të tjera e them prapë. Unë mendoj që pritshmëria që po krijohet në shoqërinë shqiptare, që kjo reformë do zgjidhë problemin e drejtësisë në Shqipëri, është e tepër. Unë mendoj personalisht që ndërkombëtarët mendoj që po investojnë më tepër se ç'duhet në diçka që është e rëndësishme, po jo e mjaftueshme që ne të ndryshojmë problemet tona thelbësore si shoqëri. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që Shqipëria të jetë një vend më i mirë, më i begat dhe më stabil në brenda vendit dhe në rajon. Etiketimet pro-amerikan, unë nuk i pëlqej. Unë jam shtetës amerikan, por kjo nuk do të thotë që unë jam dakord me çdo lloj politike që bën shteti amerikan, qoftë me Shqipërinë, qoftë ndërkombëtarisht. Dhe prandaj nuk më pëlqeu fjala pro-amerikan. Nëse doni mendimet e mia për çështje specifike, unë i them dhe nuk kam asnjë lloj frike. Donald Trump apo Hillary Clinton? Absolutisht, unë votoj kandidatët e Partisë Republikane në Amerikë, por me që do të thotë që s'ka shans që unë votoj Donald Trump. Përveç këtij rasti. Përveç këtij rasti, domethënë. Megjithatë, domethënë unë e mbaj veten për një të djathtë moderuar, nuk e mbaj veten për një djathtë që të arrit deri në atë pikë sa të votojë Trumpin. Kështu është edhe sfida apo jeni vetëm ju i tillë djathtë? Unë po jap mendimet e mia këtu, nëse doni të flas për sfidën, atëherë më lëni të ndryshoj intonacionin edhe të flas në emër të një grupi më të sfida dhe ju nuk jeni shumë larg, kam përshtypjen, jeni dy gjëra të afërta. Unë mund të mendoj që çdo njeriu mund të gjejë një mendje që është sfida. Megjithatë platformën tonë elektorale ne do e miratojmë me një antar një vot dhe unë nuk e di se si do jenë ato vota. Unë kam mendimin tim dhe mendimi im është një vot. Nëse ato vota do jenë që platforma elektorale është shumë larg mendimeve të mia, atëherë unë s'do jem kandidat politik që ta përfaqësoj këtë, por që do ta mbështes si lëvizje dhe dua që ne të kemi alternativa në shoqërinë shqiptare, absolutisht që po. Tani e kishim diskutimin në një vend tjetër se harrum të reforma drejtësi. Nëse jeni nesër kryeministër fitoni zgjedhjet, cili është vizioni juaj? Reforma drejtësi duhet bërë, por nuk ka vlerë nëse nuk ndryshon përfaqësimin politik në Shqipëri dhe në Parlamentin shqiptar. Për aq kohë nësa ne zgjedhim përfaqësues politik që kanë këto vlerë dhe këto standarde, nuk ka për ndryshuar Shqipëria. Tani, në lidhje me një gjë vetëm të madhe. Drejtësi e pavarur mund ta ndryshojë. Pra jeni pro dekriminalizimit. Shqipëria, shiko, ne çfarë bën kjo klasë politike? Kjo është shumë me zgjuar mënyrën se si eviton diskutimin. Diskutimi në lidhje me drejtësinë, e para njërë themi që problemin që ka Shqipëria nuk është vetëm reforma në drejtësi. Shqipëria është një vend i padrejtë në të gjitha fushat dhe reforma në drejtësi nuk zgjidh problemin e padrejtësisë që ne kemi si shoqëri. E para. E dyta, kur është nisur debati për drejtësinë, dëgjuesit duhet ta mbajnë mend që kanë qenë dy çështje. 1, korrupsioni në gjyqësor dhe 2, kapja e gjyqësorit dhe bashkëpunimi midis gjyqësorit dhe politikës. Pyetja ime është, kjo reforma që po artikulohet tani, i zgjidh do të dyja problemet, apo ja? Dhe unë nuk kam dëgjuar askush që të dali dhe të pretendoj që kjo reformë i zgjidh të dyja problemet. Nëse nuk zgjidhen të dyja problemet, neve padrejtësia do vazhdojnë të na qëndrojnë në këmbë. Dhe po ta shikojmë me vëmendje klasën politike, po zihet se kush do e mbrojë gjyqtarët. Nuk e çajnë kokën fare për reformën sepse e dinë që e kapin gjyqësorin dhe me reformë 3. Për aq kohë sa ne zgjedhim ujqërit, se s'duan të kapet sistemi. Ujqërit të jenë në parlament, ta bëjmë reformën si të duam, ujqërit do ta hana të delen që është aty dhe pikë marrë. Jam më tepër interesuar për të kuptuar alternativën e sfidës, sepse reforma në drejtësi është alternativa e këtyre partive që kemi sot në skenë të shohim si do e zgjidhin. Tani nëse e bëjmë pyetjet, e ndrojmë po themi kursin e pyetjes, e themi cilat mund të ishin sfidat e sfidës. Nga
Nga ajo që tha deri më tash zoti Bojaxhiu, mua më duket se sfida pretendon ose kërkon të jetë një parti urbane. Qofsha e gabuar, nuk e di. Kam këtë përshtypjen e një partie që do të sillet rreth metropoleve të mëdha për të kapur për të përfaqësuar. Për të përfaqësuar. Jo, desha të them për të kapur votën, jo për të kapur ndonjë gjë tjetër. Po megjithatë për të përfaqësuar është term më i mirë. Për të përfaqësuar një shtresë të mesme. Edhe partia e qytetit nuk do ishte slogan i keq, se tani jemi duke zbavitur edhe slogane. A do ishte, kur themi këtë, kur themi shtresë mesme, kur themi dhe shtresë gri, ose votues gri, që është i luhatur dhe është mes të dyjave. Gjë që ju, unë kam përshtypjen që ju e keni bërë pak a shumë dhe nga i fitim, jo nga i pësim i zgjedhjeve të Tiranës, nga i fitim ju keni nxjerrë sipas meje mësimin e duhur. Doni t'i apeloni kësaj shtrese që mendoni se ju beson dhe që ju ka besuar. Pra do të kërkoni në mes të dyja partive. Dhe me logjikën që po t'jeni diku mes 5-7% që do t'a trysnoni sistemin mjaftueshëm për të dhënë një zgjidhje ose një tjetër. Po ndërkohë ju thoni që nuk do pranoni të bëni koalicione me parti parlamentare. Po. A do të thotë kjo që partitë jo parlamentare e pyetja e parë, a do të thotë kjo që partitë jo parlamentare janë më të mira se parlamentare, sepse edhe ato që janë jashtë parlamentit tani, kanë qenë dikur në parlament dhe kanë qenë në një mënyrë në një tjetër pjesë e sistemit dhe kanë qenë në një mënyrë në një tjetër pjesë asaj që ju thatë në fillim, që janë trashëguar nga ta kryetarë që i kanë marrë që nga dita A dhe do të çojnë deri në ditën Z. Kështu që edhe aty nuk është se ka ndonjë sfida, një sfidë do të ishte për mua, gjetja e partnerëve politik. Ta zëm se e gjetët partnerin elektoral, që është shtresa e mesme, votuesi urban. Do ju duhet dhe një partner, një lloj partneriteti, s'po themi partner politik, por një lloj partneriteti politik, që do ta gjeni të grupe të tjera shoqërore ose politike ose partijake. Nëse ju e nisni me këtë retorikën e rrafshit zero që nuk ka asgjë në sistem përveç nesh, atëherë nuk e di se ku do i kërkoni, a do mundeni të formoni një rrafsh ose një rreth ose një përfaqësim që sfida të bëhet alternativë. Dhe më që t'ju përgjigjet, çfarë është qëllimi thelbësor i një force politike? Është që t'ju përgjigjet me pushtet atyre që përfaqëson, një ditë. Dhe pushteti në një republikë parlamentare, pushteti është parlament. Atëherë, në fakt, ato që ju ngrit janë dy gjëra të ndryshme, megjithatë do t'i trajtojmë të dyja. Do thoja që ne nuk po punojmë për të qenë një parti urbane apo parti fshati. Ky problem që ne kemi, siç thash, nuk ka rëndësi ku jeton qytet apo në fshat, i pasur apo i varfër, pa drejtësia në Shqipëri, nëse do të bësh gjërat sipas ligjit, ti je i disavantazhuar. Kështu që në këtë këndvështrim, nëse në garën e Tiranës ishte një segment më urban i elektoratit, i cili na mbështeti më shumë me votë, në përqindje më të lartë, dhe kjo u duk qartazi sepse në Tiranë, minibashkia 5 apo zonat e qendrës Tiranës patën pothuajse 8 deri 10% mbështetje për garën që ne bëm në zgjedhjet e kaluara lokale. Kjo nuk do të thotë që mesazhi jo nuk është për të gjithë. Secili pjesë elektoratit është i gatshëm ta përfaqësojë ta përqafojë këtë mesazh, ngelet për tu parë. Qartazi gjithmonë në Shqipëri, qytetet dhe zonat urbane kanë qenë gjithmonë më të predispozuara për të filluar ndryshimet sociale. Edhe në vitin 90 ishin qytetet e mëdha në Shqipëri, të cilat reaguan të parat për të ndryshuar sistemin politik. Për sa i takon pastaj si thua përfaqësimit të shtresës dhe si ne do ta bëjmë, qëndrimi jonë është i thjeshtë. Në Shqipërinë e sot neve nuk kemi një kontratë sociale shoqërore, lëmë politike apo me partitë e tjera. Sot në Shqipëri, ata njerëz të cilët duan të investojnë tek vetja tyre për të bërë doktor më të mirë, mjek më të mirë, polic më të mirë, mësues më të mirë, etj. E kanë vështirë që të jenë suksesshëm në këtë shoqëri. Jo të pamundur, por shumë të vështirë. Pse? Sepse një student i cili shkon dhe mëson 3 vjet, 5 vjet për të marrë një diplomë, nuk gjen dot vend pune, ndërsa një shoku apo shoqe e vet, i cili ka shkuar në forumet rinore të partive, ka bërë parti dhe ka bërë festa gjithë vitin për gjithë të periudhë, gjen një vend pune. Kjo është një shoqëri e cila po jep mesazhin e gabuar se çfarë do
t'i japi njerëzve dhe të rinjve, do më cila është e ardhmja. Dhe kjo ne përfundojmë me profesionistë më pak pa aftë, ata që janë profesionistë mirëfill kanë tendencën t'ikin. Nëse neve duam të rregullojmë problemin tonë, problemi jonë dhe shqetësimet tonë nuk janë ideologjike sot. Janë për vlerat bazë, si një grupim njerëzish, një shoqëri, ngjizet. Në Arabi Saudite ato mund të kenë vlera konservative dhe shumë fetare. Po ligjet i kanë ndërtuar mbi këto vlera dhe ligjesh mbi moralin i ndërtuar dhe në harmonimet moral. Në Danimark mund të jetë një vend evropiano verior shumë liberal. Po morali në shoqërinë daneze dhe ligjit janë të ndërtuar gjithashtu në harmoni me njëra tjetrën. Kurse ne në Shqipëri kemi ligjin që ikën këtej me Benz dhe morali që ikën këtej me Gomar. Nëse neve nuk zgjidhim këtë problem, është e kohë të flasim për reformë në arsim, për reformë drejtësi, për reformë shëndetësi. Problemet tona janë unike. Unë nuk bie dakord me ato njerëz të gjëra paseri që themi jam nemi njerëz mbrapsht që nemi kshu e nemi. Jo, unë mendoj që shqiptarët janë njerëz si gjithë tjerët në botë. Njerëz që janë të aftë dhe të zotë. Po kombinimi i rrethana dhe i problematikës që ne kemi është unik dhe ne kemi nevojë ta trajtojmë për këtë problem që kemi. Ne nuk kemi problemin e Greqisë, të Italisë apo të Spanjës. Neve kemi probleme tjera dhe kushte tjera. Kemi një media pronarë të cilave janë bërë pjesë e pazarit dhe pjesë e problemit. Ne sot media është pjesë e problemit tonë. Media nuk funksionon, sidomos kur vjen fushat elektorale, nuk funksionon për të mirë informuar publikun. Dhe demokracia nuk është vetëm e drejta për të votuar. Demokracia është e drejta për të mirë informuar. Dhe sot kjo nuk ndodh në shoqërinë shqiptare. Po të marrim garën e Tiranës, ajo garë që ne bëm, ne patëm akses mediatik pa filluar mirëfills gara, sepse neve shpallëm kandidaturën përpara partive të mëdha. Këtu keni qenë në mes të garës. Po, në momentin muajin e fundit garës, pjesa mediatike ka qenë pothuajse e mbyllur. Pse? Nuk po kritikoj. Jo, këtu keni qenë, po, në mes garës, po jo muajin e fundit. Pse? Sepse si jo muajin e fundit, keni qenë fushat këtu. Fushata është vetëm një fushatës. Ne kemi qenë përpara fushatës. Megjithatë, duhet të them që media sot nxjerr datën tani, se kam edhe insertin tuaj këtu. Media sot është bërë pjesë e problemit. Kjo klasë politike i ka kapur të gjithë mekanizmat institucionale që ekzistojnë në një shoqëri normale për të debatuar, për të artikuluar, për të përçuar mesazhe. Dakor? Sot nuk janë të friksuar. Ne kemi me qindra njerëz që punojnë në administratë publike dhe kanë frikë, na japnin edhe firmat për të regjistruar partinë. Pse? Sepse njerëzit janë friksuar. Por nuk është vetëm ata që punojnë në administratë publike. Neve kemi me 10 raste qytetarë që punojnë në kompani private, që kur është marrë vesh që kanë ardhur për ta mbështetur, i është bërë telefonat pronarëve të atyre kompanive nga politikanë, nga klasa politike dhe i thënë çem këto punonjës që ju keni që merren me politikë. Domethënë, ne jemi duke u kthyer në një shoqëri ku një pjesë e shqiptarëve ikin, një pjesë janë për fatalist, edhe ata që guxojnë goditen. Goditen si ata qytetarë tjerë që guxojnë të marrin pjesë në një aktivitet, goditen dhe ata që dalin si protagonist dhe hidhet balë dhe akuzohen për çdo gjë. Dhe sot neve kemi raste pafund që kjo klasë politike dëshiron të na bëjë të gjithëve një lloj, që ne të mendojmë që të gjithë janë të kapur, të gjithë janë pazarxhi, të gjithë janë hajduta. Kjo klasë politike do që ne të mendojmë që në Shqipëri është e pamundur që një person të jetë i suksesshëm dhe i ndershëm. Në qoftë se i suksesshëm në jetë, duhet të jesh patjetër i korruptuar. Ju çfarë do bëni? Ju si do ta ndryshoni? Por këtë është më mirë të flasim se çfarë ka bërë. Kjo ndryshohet zonja Vasili, kjo ndryshohet me votë. Dhe ne jemi të gatshëm që këtë votë ta përfaqësojmë. Po si, ju çfarë do të bëni? Domethënë t'u japim votën, pastaj na shpjegoni, duam të jemi më të qartë, se si do ta ndryshoni këtë me votën. Jo do vazhdojmë ta bëjmë pas hapësirës publicitare. Ka drejt Vasili. Do ta bëjmë një pyetje. Rikthehemi në pjesën e fundit, në 10 minutat e fundit të transmetimit, po flasim për sfidën për Shqipërinë, sfidën e Gjergj Bojaxhiut gjithashtu, dhe përpara se t'ua kaloj kolegëve fjalën për batutat e fundit, të gjithë më pyesin, ata që na shkruajnë në faqen tonë të Facebookut e Vasili Studio e hapur. A e ka ambicien për kryeministër Gjergj Bojaxhiu? Kur kam qenë 31 vjeç po, sot nuk e kam më. Nuk do ishit asnjëherë kryeministër i sfidës për Shqipërinë? Sepse unë mendoj që një nga mënyrat për të kontribuar për të përmirësuar këtë vend është për të treguar që personalisht je i gatshëm të punosh, të japësh kontribut, të investosh politikisht në një lëvizje dhe tek individët e tjerë të besosh, por
në këtë situatë ekstreme ku ne jemi, ku gjithë paragjykojmë, mbase duhet japësh i pari shembullin personal, që kjo është një garë për gjithë ne dhe është një luftë për të ndryshuar shoqërinë tonë dhe jo për dikush për të bërë kryeministër apo ministër. Është absolute kjo? Është absolute kjo gjë, mbajeni, keni të regjistruar, këtu do jemi. Unë po e ndjek me vëmendjen fakt ligjërimin tuaj, më duket ligjërim etik, edhe duket sikur sfidat siç tha Fredi, është vetëm sfidë etike, por në fakt problemi më i madh është ekonomia, janë shifrat, janë numrat. Nuk e di nëse mbase është shpejt, por a do keni ju një platformë me shifra për të nxjerrë vendin nga kriza ekonomike, dhe çfarë do ju sugjeroni shqiptarëve se kjo është çështja kryesore, buka e kalamajve, pensionet, rrogat, spitalet, sigurisht gjitha sa thatë, ndonë si thatë në një mënyrë pak kuptohet, ju do doni të zini vendin tuaj në këtë hapësirë duke i quajtur të gjithë të këqij, që edhe mund të jenë, mbas edhe nuk janë, por po bëni pak a shumë duke quajtur gjithë të këqij, po thoni që rezultati tregon që janë. Mund të jenë, nuk jam avokat i klasës politike, por kështu bëjnë dhe ato një pjesë e partive tjera thonë që janë gjithë këqij, pra ka shumë këtu i përbashkë me tjerët, por problemin e kam tek receta ekonomike, sfida për Shqipërinë. Çfarë alternative ekonomike i ofron Shqipërisë për dalë nga kriza? Do të thënë pa fjalë të përgjithshme, por me qenë që një teknicien, edhe jeni afër ekonomisë si profesion. Çfarë mund ta thoni për këtë? Po, platformën ekonomike ne do ta prezantojmë, megjithatë unë do doja të thoja dhe te kjo besoj fort, që nuk mund të ketë përmirësim të ekonomisë shqiptare, nuk mund të ketë rritje të punësimit. Në qoftë se çdo njeri që mendon që duhet të investojë, qoftë ky investitor shqiptar, qoftë i huaj, duhet përballet me korrupsion dhe me paqartësi. Në asnjë vend nuk mund të ketë investime të ndershme ku investitorët nuk e dinë në çfarë rregullash po operohet dhe nëse është ligji i xhunglës apo ligji i ligjit. Nga ky këndvështrim, po ta vëmë re me vëmendje, ata që investojnë kryesisht në Shqipëri, janë ata njerëz që janë të kapur dhe janë shumë afër me pushtetin dhe edhe sikur mos janë të kapur, se s'duhet i paragjykojë të gjithë, kanë për arsye dhe të njohjeve personale një besueshmëri të lartë që investimi i tyre nuk do kërcënohet nga ky lloj kanibalizmi politik. Kështu që çdo lloj teorie politike që ne mund të prezantojmë nuk zbatohet dot për aq kohë sa ne kemi një klasë politike e cila e ushtron dhe imponon korrupsionin në të gjitha nivelet e ekonomisë. Nëse kjo nuk do, ju a keni prioritete? Ende apo ende shpejt? Prioritete mbi ekonominë. Kur të vi momenti do t'i prezantojmë platformën tonë ekonomike, siç e thash. Por duhet ju them një gjë, sepse po e them tani, do ta vazhdoj ta them në të ardhmen. Problemi i Shqipërisë nuk është teknik. Nëse unë jam dakord që për shembull ky nivel i taksimit që është sot nuk është i përshtatshëm për Shqipërinë. Nuk është i përshtatshëm sepse duke i dhënë mundësi administratës tatimore që të vendosi në mënyrën se si interpreton të ardhurat e kompanive dhe pastaj nivelin e tatimit, shton korrupsionin. Unë jam që në Shqipëri jo për arsye ideologjike, por për arsye pragmatike, ne duhet kemi taksim të sheshtë. A është ky 10% apo duhet të jetë 20%, ai ta vendosim. Por taksimi është i thjeshtë, zgjidh problemin e korrupsionit lartë që ne kemi në administratë shtetërore. Por problemet tona nuk janë teknike. Nëse ne nuk luftojmë korrupsionin, dhe ky korrupsion luftohet me vullnet, me votë, jo me llafe, ne nuk do rregullojmë dot as ekonominë, as arsimin, as shëndetësinë. Kështu që platforma jonë ekonomike do jetë, po ju sigurojnë që partitë politike mund ta kenë më të bukura se ne, këto parti që janë. Problemi qëndron kush është i gatshëm të ndryshojë thelbin e vlerave politike dhe morale që ne kemi në shoqëri. Ata individ, ato lëvizje, ato grupime të cilët janë të gatshëm ti përfaqësojnë këto vlera, unë mendoj që ato do na afrojnë dhe na zgjidhin problemin ekonomik dhe shoqëror që ne kemi. Me që jemi tek pyetja e fundit, me që jemi edhe tek ekonomia, te shifrat, numrat, parat, struktura e sfidës për Shqipërinë do i duhet që të ngrihet, që të funksionojë dhe që të po themi të ndërtoj alternativë politike të qartë, i duhen edhe ca të ardhura burime financiare. Si keni menduar ta zgjidhni këtë? Sepse do vinë edhe zgjedhje përgjithshme, janë më afër se sa mendohet. Kandidat për deputet, zyrë elektorale, fushat e meradhe. Gjitha kjo kërkon një shpenzim. Po. Unë do t'ju thoja që gara që ne bëm në Tiranë u financua me mbështetje nga qytetarë nga kudo dhe brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gara që ne bëm Tiranë doli me kosto shumë të lirë. Biles ka dalë me kosto aq lirë sa fushatës të garës Tiranës i kanë mbetur fonde, të cilat ne do duhet t'i adhurojmë një institucioni, një shtëpi e fëmijë apo në institucioni shoqate e cila
kontribon në artikulimin publik të çështjeve dhe problematika e Shqipëri, sepse në Shqipëri, nëse nuk e ndërmend të blesh vota, dhe nëse nuk e ndërmend të blesh akses mediatik, dhe këtu për ta vazhduar pak, do doja të falenderoja zonjën Vasili, e cila në fakt gjatë fushatës ka qenë një nga emisionet e pakta që na dha mundësi të dilnim dhe të artikulonim mendimet tona në zgjedhjet lokale, por nëse një parti apo një lëvizje politike nuk ka ndërmend të blej vota dhe nuk ka ndërmend të blej akses mediatik, atëherë kosto e fushatës në Shqipëri është shumë e ulët dhe neve e kemi në statut që të antarë dojnë vetëm ata njerëz që kontribojnë sipas rregullave të statutit të mbaroj. Në votimet dhe në proceset e brendshme të partisë. Neve jemi të bindur që me kontribute nga qytetarët thjesht, neve mund të bëjmë një fushatë dinjitoze dhe të arrijmë të artikulojmë qytetarëve shqiptar kudo që jetojnë në qytet dhe në fshat, alternativën dhe platformën tonë. Kam një pyetje të fundit shumë shkurtër, nëse dikush ose jo dikush, unë ju shtroj pyetjen, çfarë do gjenit pozitive në betejën e opozitës dhe cili ju duket rezultati më pozitiv i qeverisë në këto 3 vite? Cili më duket mua rezultati më pozitiv i qeverisë? I qeverisë dhe cila është beteja më pozitive e opozitës në këto 3 vite? Opozitës parlamentare flas. Shiko, unë mendoj që edhe opozita dhe qeveria kanë bërë disa gjëra të mira dhe gjëra të këqija. Problemi është në kontekstin e tyre. Domethënë, nëse opozita ka ngritur çështjen e dekriminalizimit, unë jam shumë dakord, e mbështes plotësisht. Fatkeqësisht, mendoj që dekriminalizimi nuk është vetëm një çështje ligjore, është dhe një çështje morale. Dhe neve sot mund të kemi njerëz që ne e dim që mund t'ja kenë hedhur ligjit, por moralisht nuk përfaqësojnë atë që duhet shoqëri dhe partitë duhet tregojnë me shembuj në Shqipëri, që nuk do nxjerrin njerëz dhe individ të cilët kanë këtë lloj reputacioni për shkelje apo abuzime të ligjit që neve i dim, sepse jemi vend i vogël. Kështu që e mbështes shumë çështjen e dekriminalizimit, por mendoj që duhet vënë një kontekst edhe moral, jo vetëm ligjor. Dhe sot debatët në parlament janë kush ka një kriminal më pak apo një kriminal më shumë. Dhe kjo është fatkeqësi për këtë shoqëri. Në lidhje me atë që është përpjekur të bëjë qeveria, mendoj që dhe po marr një rast, çështja e sistemit të energjisë elektrike, është një gjë për të përgëzuar. Unë mendoj që kryeministri ka investuar shumë kapital politik për atë gjë dhe e vlerësoj, të them drejtën, sepse është një sektor që kam punuar vetë, kam derdhur me mishë me shpirt punën time te ai sektor. Por mendoj që është shumë falso, sepse nuk është e drejtë që ne ta zbatojmë ligjin vetëm për ata të cilët janë, se thua qytetarë thjesht, por nuk e zbatojmë për ata të cilët abuzojnë dhe janë pjesë e elitës politike dhe ekonomike. Kështu që në këtë këndvështrim, nga ana ligjore është e drejtë, nga ana morale, modeli që kryeministri Rama është duke zbatuar, se ky nuk është vetëm në sektorin e energjisë, është kudo, edhe thash dhe më parë, është një model imoral. Është një model që e ka ndjekur dhe në kur ka qenë Bashkinë e Tiranës, ku e centralizoi dhe e ktheu në makineri politike gjithë atë modelin e dhënies leheve, nëse më parë jepeshin kështu në mënyrë me korrupsion, po të shpërndara, e ktheu në një makineri politike, nuk na zgjidhin ne problemin si qytetar. Tirana vazhdoi të degradojë si qytet urban, pavarësisht lyrës fasadave, dhe këtë model është duke zbatuar në qeverisin qendrore. Lela ka impozita të fundit? Do më lejoni zoti Bejaxhiu, do të ndërtoj një situatë hipotetike dhe mbi këtë do e ngre pyetjen. Jemi në shtator 2017, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë fituar, kanë marrë pothuajse një përqindje të barabartë votash, siç ka marrë dhe sfida për Shqipërinë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra, PD dhe PS mund të bëj koalicion me secila prej tyre mund të bëj koalicion me secilin për jush. Dhe ju, ashtu si zoti Meta, keni marrë një ofertë si nga zoti Basha, ashtu dhe nga zoti Rama. Ju me këtë do e bëni qeveri. Ju si sfid, po flisni. Ju si sfid, po. Ju me këtë do e bëni sfida, me këtë do e bëni të koalicion. Atëherë, siç e thash dhe më parë, neve kemi vendosur në statut që se kemi një fazë tranzitore të statutit partisë, që në periudhën 2017-2021 ne nuk do marrim pjesë dhe nuk do bëjmë koalicion me asnjë nga partitë parlamentare, qoftë për zgjedhje, qoftë për qeverisje, si parti minorance. Dhe për këtë arsye, përgjigjja është thjesht është e shkruar në statut. Dhe kemi shkruar në statut sepse nuk duam që nga ana mediatike njerëzit fillojnë, siç është media këtu, që hedhin hipoteza, do bëj koalicion me këtë, do bëj atë. Ndërsa për partitë e vogla, ju lutem ta mbaroj. Për partitë e vogla apo partitë të reja, statuti e ka që votohet me një antar një vot. Duhet me një antar një vot të votohet nëse do bëhet koalicion për zgjedhje me një parti tjetër, koalicion zgjedhor.
dhe duhet 51% votave që të bësh koalicion zgjedhor, qoftë themi partit vogël, dhe duhen 2/3 e votave, po kjo është mbas 2021-shit, që të bësh koalicion për qeverisje me një parti tjetër. Çfarë mendimi keni për lëvizjen për socialiste për integrim? Mendimi im ka qenë dhe mbetet një lloj, është mëshirimi më i pastër i kancerit dhe i tumorit që ka shoqëria shqiptare, dhe e kam thënë dhe një mision tjetër e them, sikur të vi edhe Serbi në kufi me Shqipërinë, unë nuk do jem kurrë antar i një partije e cila do të bëj koalicion me LSI. Megjithatë, po t'ju jepi rasti në shtatorin hipotetik të 2017-s për ta përzënë nga sistemi LSI-n duke bërë një koalicion me një nga këto dy tjerë, nuk do e bën. Ne jemi shumë të sinqert me elektoratin, ne do respektojmë kontratën që kemi me elektoratin. Dhe ne po i themi elektoratit që tani, që ne nuk do jemi në koalicion me partit parlamentare ekzistuese, as për zgjedhje parlamentare, as për në qeverisje. Ne do jemi në parlament dhe do bëjmë opozit. Kam përshtypjen jeni duke i thënë edhe nuk duam të rritemi, kjo më duket edhe një... Jo, absolutisht. Neve duam që në radhë parë, shoqëria shqiptare, ne kemi shumë probleme të thella, dhe shoqëria shqiptare në radhë parë, para se të filloj të bëjë ndryshimet reale, ka nevojë në fillim të fitoj besimin tek vetja vetë dhe tek alternativat që mund të nxjerrë. Dhe duke i thënë që ne do qëndrojmë në opozit, neve duam që të krijojmë një marrëdhënie besueshmërie me elektoratin shqiptar. Pas kësaj vjen betejë për të eliminuar ata fundërina që kemi në parlament. Suksese Gjergj Bojaxhiu dhe sfidës për Shqipërinë. Faleminderit Lela, faleminderit gjithashtu Gjek Markaj. Takimi i ardhshëm me studion e hapur është për të martën që vjen. Natën e mirë.